Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në serialin ton Një mesazh. Bëhu i mëshirshëm dhe i respektuar, duke marrë si këshill fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilën tha: "Lejse minna", nuk është prej nesh, "men lam yarham saghirana wa yahtarim kabirana", nuk është prej nesh ai njeri i cili nuk i mëshiron më të vexhelit dhe nuk i respekton më të moshuarit. Subhanallah, sa këshill e mirë, sa fjalë e vyshme në shoqërinë në të cilin humbin vlerat, i moshuari nuk respektohet, i voli nuk mëshirohet. Andaj Islami e dha të drejtat, haket edhe të voglit, po edhe të moshuarit. Moshuarin respektone, sidomos në këtë kohë ku shpirti dhe zemrat shpesher janë vyshk dhe janë bë normat e moralit shumë të ulta në shoqërinë tonë. Andaj kjo porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë mesazh të cilin duhet ta ceki është ne të bëhemi të mëshirshëm dhe të respektueshëm ndaj më të moshuarit. Respekto babën edhe nanën, respekto gjyshin edhe gjyshën, respekto të moshuarit në laxhën tane, në xhaminë tane, aty ku ti punon, mundohu që të jesh në shërbimin e tyre, për arsye se kjo është nga parimet e fejes tonë. Bëhu i mëshirshëm me fëmijët e laxhës tane. Po fillimisht bëhu i mëshirshëm me fëmijët e tu, me fëmijët të cilët do të vinë në xhami, ndoshta do të bëjnë zhurmë këtë muaj. Zhurma e tyre do të dëgjohet. Elhamdulillah, një xhami e cila nuk ka zhurmë, nuk po them tashmë ai çit mend, por e cila nuk ka zhurmë, ardhmëria e saj është e vdekur. Andaj, një xhami e cila nuk ka të moshuar dhe nuk respektohen ata në xhami, në laxhe dhe kështu me radhë, ajo shoqëri nuk ka vlera, se të moshuarit na japin këshilla, na japin vlera. Andaj, të nderuar vëllezër dhe motra, mundohuni të veçlit të mëshironi, të rriturit të moshuarit të respektoni. Kjo është mesazhi ynë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.